Për 2 ditë me radhë, Durrësi mirëpriti 10 fëmijë nga vendet e rajonit dhe Evropës në edicionin e 28 të festivalit ndërkombëtar të valleve dhe lojrave popullore Luajmë dhe Vallëzojmë. Të veshur me kostume tradicionale, fëmijët sollën përgjatë këtyre ditëve një pjesë të vogël të traditave popullore, me këngët dhe vallet e vendeve dhe trevave nga vinin. Eventi artistiko-kulturor i organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve Durrës është kthyer në një traditë të bukur të përvitshme dhe shumë nga artistët e vegjël nuk janë për herë të parë pjesë e këtij festivali. Nuk është hera e parë që ne vijmë në këtë festival, jemi afërt se disa 10 viteve që marrim pjesë në festivalin Luajmë dhe Vallëzojmë. Çfarë do paraqiteni? Valle motive nga Kosova, me lojra popullore edhe me valle festive. Ortam çok güzel. Jam shumë e lumtur që i bashkohem sërish këtij festivali, ku çdo vit numri i grupeve pjesëmarrëse rritet. Ne vim nga Turqia dhe na pëlqen shumë që ndodhemi këtu. We are happy because Albania is very cool. Kemi ardhur nga Ukraina dhe ndjehemi mjaft mirë që ndodhemi këtu, sepse Shqipëria është një vend i bukur. Ka det, është hera e dytë që marr pjesë në këtë festival. Është hera e parë. Ne ushtrujem nga Akademia Emin Duraku Shkup dhe koreograf kemi Xhenetën Deli dhe Avnizën Deli. Kjo pjesëmarrje duket shumë e bukur dhe mendojmë që të kemi shumë suksese. Përveç interpretimeve në skenë, fëmijët nga 10 vende pjesëmarrëse patën mundësi të njihen nga afër me qytetin, madje dhe të shijonin shumë nga gatimet tradicionale të Durrësit. Gjithsej janë 12 grupe të cilët përfaqësojnë jo vetëm me valle, por me lojra popullore, kulturën e tyre. Sot kemi dhe ekspozitën turizmën në qytetin tonë, përveç aktivitetit të festivalit, gjithashtu dhe gatime nga secila shkollë ka marrë përsipër të mirëpresi një prej grupeve me gatime tradicionale shqiptare. Me larmishmërinë e kostumeve dhe origjinalitetin e valleve dhe lojrave popullore të vendeve që përfaqësonin, grupet pjesëmarrëse krijuan një atmosferë vërtet mërislënse në skenë, duke dhuruar për spektatorët momente që u duartrokitën gjatë.